Fruti që po habit mjekët e konsumoni çdo mëngjes për 30 ditë dhe do zgjidhni problemin tuaj më të madh. Hipertensioni është një nga shkaqet e zakonshme që mund të jetë i dëmshëm dhe mund të çojë në rritjen e problemeve të shëndetit, siç është luhatja e diabetit, goditja në zemër dhe shumë sëmundje të tjera. Ndaj menaxhimi i duhur i shëndetit tuaj do të përbëjë një faktor kontribues edhe në përmirësimin e imunitetit. Dieta e dobët ushqimore është një nga shkaqet kryesore të presionit të gjakut, por Shoqata Amerikane e Zemrës, sipas Healthy Food House, ka cituar se duhet të përfshini 3 kivi çdo ditë në dietën tuaj. Kivi përmban magnez, i cili ndikon në uljen e presionit si dhe antioksidant. Përveç kësaj, kivi ju bën edhe mirë në trajtimin e hipertensionit dhe rritjen e vlerave të shikimit. Sipas një studimi të bërë në Spitalin e Oslos në Norvegji, u tregua se 3 kivi në ditë për 8 javë rresht luftonin hipertensionin dhe përmirësonin gjithashtu edhe gjendjen tuaj imunitare.